8 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në 5 qarqe të vendit, ndërsa forcat operacionale po punojnë nga toka dhe ajri për të vënë flakët nën kontroll. Sipas bilancit të Ministrisë së Mbrojtjes deri në orën 16:00, vatrat aktive ndodhen në qarqet Tiranë, Fier, Durrës, Gjirokastër dhe Dibër. Për përballimin e zjarreve janë angazhuar 165 forca operacionale dhe 85 efektiv të forcave të armatosura. Ndërhyrjet nga toka janë mbështetur edhe me 7 misione ajrore me helikopter dhe 2 misione me avion Air Tractor. Në territorin e Bashkisë Tiranë, zjarri është riaktivizuar në pyllin me pisha, mbi tunelet e qafmollës. Në operacion janë përfshirë 22 forca të MZZ-s dhe ADZM-s në Tiranë, ndërsa nga ajri po ndërhyn edhe një helikopter i forcave të armatosura. Puna vjen gjithashtu në prisk të madhe, ku ekipet po përpiqen të shuajnë flakët. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Një tjetër riaktivizim është regjistruar në Drenje të Bashkisë Patos. Zjarri, i cili më herët ishte vënë nën kontroll, është riaktivizuar në thellësi të pyllit. 2 avion Air Tractor po mbështesin operacionin, ndërsa situata raportohet në përmirësim. Në Kruj vijon puna për neutralizimin e 2 vatrave aktive. Në lagjen Abaze, përhapja e flakëve është favorizuar nga era, por aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Më problematike është situata në zonën Krast Halil, gjatë orëve të para të mëngjesit, kur zjarri shtoi rrezikun për banesat. Ndërhyrja e 2 helikopterëve ndihmojnë në normalizimin e gjendjes, ndërsa forcat në terren vijojnë operacionin për kontrollin dhe shuarjen përfundimtare të flakëve. Në qarkun Gjirokastër, operacioni vazhdon në malin e Nëmërçkës, në Bashkim Përmet, ku vatra nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Një zjarr tjetër është evidentuar në malin Dhëmbël, mbi fshatin Badilonjë, ku forcat e MZZ-s në Përmet po punojnë për neutralizimin e tij. Situata mbetet shqetësuese edhe në Lur. Një vatër zjarri vijon të jetë aktive në masivin pyjor të parkut kombëtar Lur Mali i Dejes, ndërsa flakët po përhapen me shpejtësi dhe bimësi së dendur. Në Gur Lur të Bashkisë Dibër, zjarri ka përfshirë një sipërfaqe me pyll, pishe dhe kullot. Forcat e angazhuara në terren po punojnë intensivisht për të kufizuar përhapjen dhe për të vënë flakët nën kontroll. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile vijojnë monitorimin dhe koordinimin e operacioneve në të gjithë vendin. Prioritet mbetet kontrolli i vatrave me rrezik për përhapje, si edhe mbrojtja e zonave të banuara.